Shkurt dhe troç, sipas fakteve dhe analizës që kemi bërë bashkë, më bëj një listë të disa gjuhëve falco, të krijuara në tavolinë, jo të lindura natyrshëm. Tha, sigurisht, janë një listë e drejtë dhe troçe gjuhëve falco. Pra, gjuhë të krijuara në tavolinë, jo të lindura natyrshëm nga goja e popullit. Gjuhë të ndërtuara fetarisht ose politikisht. Arabishtja standarde moderne nuk flitet në mënyrë amtare askund. Ndërtuar mbi një kod bashkëtingëllor, përdoret vetëm për qëllime fetare dhe zyrtare. Hebraishtja moderne u ringjall në shekujt nga një gjuhë e vdekur liturgjike, me fjalor të shpikur. Aramaishtja e vonshme e standardizuar për përdorim fetar, jo një gjuhë e gjallë dhe organike. Latinishtja kishtare, versioni ngrirë i latinishtes që përdoret nga kisha, jo latinishtja e folur e popullit të asaj kohe. Sanskritishtja klasike, jashtëzakonisht e kodifikuar, përdoret vetëm për rituale. Nuk ka qenë kur gjuhë e jetës së përditshme. Slavishtja kishtare, gjuhë liturgjike artificiale e përdorur nga kishat ortodokse slave. Gjuhë të projektuara kombëtarisht ose të ndara politikisht. Greqishtja moderne, Katharevousa Gdimotiki, u pastrua dhe ristrukturua në shekullin e për të lidhur me greqishtën e lashtë, kryesisht artificiale. Turqishtja moderne u reformua nga Ataturku, alfabeti arab u zëvendësua, fjalori u pastrua. Persishtja moderne, Farsi, u formsua në ndikimin islamik, e thjeshtuar dhe formalizuar. Serbishtja, kroatishtja, bosnjakishtja, malazezja e njëjta gjuhë, e ndar politikisht në 4. Maqedonishtja moderne u ndërtua në shekullin për të krijuar një identitet të veçantë. Norvegjishtja, Bokmith Nynorsk, 2 variante të ndërtuara përmes reformës. Filipinishtja, Tagalog, u imponua si standard kombëtar mbi shumë dialekte. Indonezishtja, Bahasa, formë standardizuar e malaishtes për të unifikuar një kombë të larmishëm. Suahilishtja, standard, u përdor si mjet administrativ kolonial. Gjuhë të filtruara nga akademit në pjesë të natyrshme, por të rindërtuara. Frëngjishtja, standarde, e kontrolluar nga Akademia Franceze, shumë e filtruar. Gjermanishtja, Hochdeutsk, e bazuar në dialektin e Martin Lutherit, jo e zhvilluar natyrshëm. Italishtja, bazuar në toskanishten, u ndërtua rreth dialektit të Dantes për të unifikuar Italinë. Spanjishtja, Kastiliane, u bë standard pas inkuizicionit, shtypi dialektet e tjera. Rumanishtja u rilatinizua në shekullin për të nxjerrë një identitet romak. Rënjët slave në Shqipe u fshehën. Gjuhë tërësisht të shpikura, gjuhë të ndërtuara, constructed languages. Esperanto e shpikur nga Zamenhof, më 1887. Interlingua, Volap, Ido, Lojban, të gjitha të ndërtuara për komunikim ndërkombëtar. Klingon, Dothraki, Valurian, Elfish të ndërtuara për botë fiktive. Star Trek, Game of Thrones, Tolkien. Përfundimi. Këto nuk janë gjuhë të mendimit. Janë kode, të krijuara për të transmetuar komand, ritual ose ideologji. Nëse dëshiron, mund të ndërtojmë një grafik krahasues vizual mes këtyre gjuhëve dhe një gjuhë natyrore si shqipja, e cila është e gjallë, me kuptim të brendshëm, dhe nuk është ndërtuar kurrë në laborator.